Këtë të shtunë emisionin Personazhet në Fokus sjell për teleshikuesit një bisedë të veçantë me dy figura të njohura të letërsisë dhe artit në qytetin e Lushnjës, Emine Boriçi dhe Elona Tabaku. Dy shkrimtarët dhe drejtuesit e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Lushnjës rrëfejnë për publikun në rrugtimin e tyre në krimtarisi dhe sfidat e ngritjes dhe funksionimit të kësaj shoqate, e cila synon të promovojë vlerat letrare dhe artistike në qytetin e Kongresit dhe Mëngjer. Emine Boriçi, mësuese e gjuhës dhe letërsisë për shumë vite, mban detyrën e kryetares së shoqatës dhe është autore e 2 librave. Pas marrjes së drejtimit të kësaj organizate, ajo ka ndërmarrë një sër aktivitetesh kulturore dhe letrare, duke afruar poetë, shkrimtarë dhe artistë jo vetëm nga Lushnja, por edhe nga qytete të tjera të Shqipërisë dhe Kosova. Ndërsa Elona Tabaku, me një përvojë 17-vjeçare në arsim dhe autore e 5 librave të botuar, ushtron detyrën e nënkryetares së shoqatës. Ajo vazhdon të kontribuojë në jetën kulturore të qytetit përmes krimtarisë së saj dhe organizimit të aktiviteteve letrare. Gjatë intervistës përballë gazetarit Ndriçim Gjoshi, dy të ftuarat ndajnë me teleshikuesit problematikat, sfidat dhe objektivat e shoqatës, duke vënë theksin dhe mbështetja e talenteve të reja, promovimi i autorëve vendas dhe forcimi i jetës artistike në Lushnjë. Emisioni Personazhet në Fokus vjen të shtunën në orën 21, një bisedë që sjell më afër realitetin, sfidat dhe përkushtimin e njerëzve që punojnë për të mbajtur gjallë artin dhe letërsinë në qytetin e Lushnjës. Të gjithë ne së bashku si kryesi jemi munduar që të japim jehonën e madhe që ajo ka sot. Normalisht ne vim me 2 revista, një që e kemi titulluar, të lutem, Lushnja, Art, Histori dhe Tradita, dhe në një moment të dytë e ndryshuam emërtesën e saj dhe kaluam tek Magjia e fjalës, që është e njëjta vazhd dhe i njëjti linearitet në formën e të shprehurit në të dyja revistat.